Bravo. General, ti sigurisht ke nejtë me Hashimin, Hog, presidentin, me Regjin, me gjitha tjetë, dhe më thonë, po e kini moment një rast për e ka zënë që doktorit, dhe më thonë, s'ka orë i ka dhimë të dhomi të Salit, Sali Mustafës edhe nuk ka orë dhe të na mëndej Hashim thot që jo është nërvëzu shumë edhe, që kini poshtë kushtet fakt atje? Mos të harrojmë, Hashim thot që nuk është president Pahiri, as kryeministër së kom Pahiri, as Pahiri, kryeministër, as drejtari drejtërisë politike, nuk e kanë burgos as Pahiri, Hashim thot që jo luftar, Hashim thot që ka ditë me udhëheq luftë, Hashim thot që ka shpirt luftaraku dhe normal që ku të nevoja të regon sa herë donë për kundar njerëzve që mendojnë avdin tash për të që shkesi të ota se shkon moment shumë interesant. Hashim thot që është personi që dënuj 20 vjetë për i serbëve. Që ty me thonë s'ki qef atë për bunë televizion. Po, unë e kom qef. Po, jo më rëdhu i shlirë, zë. Po, tash dhe me thonë shlirë s'po të vesu, ne, apo të se shpirti më që të qashtu. Po e di, ti si ke vetë ata në uke po. Jo, bra, si kom pra. E kushtet që keni posni me? Shqyqa. Ju kanë trajtu po gjë keq. Shqyqa, termi i burgosun, vetëm i burgosin nëse në shpit tonë dhe të shojnë është burg. Unë edhe këtë pjesin që në kanë lëshu, burg logaritët. Vetëm që në kanë bu modifikim. Se burg është për të kufizohet liria. Dhe shqiptarve, edhe kujdo t'i kufizohet liria o burg. E vërtet. Pastaj pjesa tjetër është si ta menagjojsh vetë dhe si i ki rëthonat e tjetë sa të reagojsh. A i burg, si kusht, Shqipi ka qenë i keq në kuptimin që nuk o hongër. Për ne, u koni pa angshëm, por nuk u konë problemi bukës të da. U konë problemi presionit psikik dhe ndjenjes se i e marë pa të drejt dhe i burgosin politik në shekull 21. Po dhe është aron. Unë mendoj që maron është për Evropën dhe për drejtësinë e ardhshme, ku njëherë ka më kthy Evropa me gjyku dhe kanë këto më kry. Unë mendoj se kjo është fymja më e madhe që u ka bërë Evropë dhe vetë drejtësisë Evropës. Bravo, e vërtet është. Se ka ndodhur shumë thashë thonë me këtë në Kosovë, domethënë që Kinsere Gjepselimi sporri bashkë atje me Hashim, na kanë nejtë bashkë krejt. A kanë full? Thashë themet i bojnë është i thonje e vjetër, po s'du me fy femna tona, se ato e nona tona, dhe unë nëse thëmë gratë janë nona tona dhe në pjesa ma sublime dhe ma vitale e kombit, po me thashë theme me njërës që s'kanë vlerat veta, dhe dojnë më marë me vlerat e të tjerve, duke më ndu që po hinë në jetën e tyne. Recep Selimi, po thëmë, i herë për dëshirën aty, që më kom që më konë ma shumë, që fatkesisht nuk janë, se këj popull halasë o pjek, që me ditë lirin dhe vlerat e tyre, se po të ishte i pjeku, na ishte shliru që i qëtë vjetë si popull tjerë. Dhe do të me pranu këtë farë. Po në në që këj popull ta shumë ma i pjeku, dhe për të mirën që kanë qenë me një, po ka dhejtë që ata janë shokë, ma shokë që janë konë luftë. Regja me Hashimin. Regja me Hashimin, me Jakupin, me Kadrin, me gjithë neve. Por, këta që s'kanë qenë mi po bashkë, po ju të regoj se bashkë për i natë i ty një janë bashkë. E si ka zëmë momenti se për publikun është interesant me përsëri, se e ke thonë për media tjerë, nëse s'ka pojtë e gazetori njërë, Miku Emi edhe i emisionit Arsem Blauni që me Salin që atë muhabetin me presidentin. Po. Ban mirë me kalëzohë dhe nërë, general. S'ka lidhe sa në të mira me përsërit. Me gjithë si në intervjist mund është dhe më përsërit, këngëtarët e ditë ma mirë. Kur të është interesant edhe në interes publik që jo. Sali ishte shumë smut, ishte veken në fakt. Ishte shumë smut edhe dhim të adhomit dihet sa është. Aqë fort ka pas dhim, sa beso u dovke mu shtërngu dhe me ra me shtërngu vetin. Thërëm 2-3 mjekun, jam anun një ditë, hëtë për vjen 2 ditë, në 3 ditë, pare ka njësë presidenti, tjertë na i kemi shku mrapa, Kadria, Regja, por ku ka ardhë mjeku më vonë, i tha, ti për mu si e mjek. Erdhen me vaksinu dhe në zunë protest, tha ju për mu si e një mjek, sa hish si e një mjek hish, sepse keni liu djallin shtu që ata u shqetsun buku shumë. Edhe unë mendoj që ju ka të regu venin, ta mon që dhëtë mëndu, se na pëse në burgosun, nuk do të që jenë në nështrunë. E pse tjerë përveç teje dhe më thonë në hauk ti ke qenë ma i guzen, shme thujnë që veç Nasim Haradinaj i ka full, tjerë s'po gudzojnë me full, tjerë kanë zjedhë më mbrojnë liri, pse? Pse që kje pëndodhë? Unë jam, njështë e kanë kështë kuptu. Unë një farë mënyra pa ta morat detyrën ati bërizonit, po forcen ata ma kanë dhonë, kështu që me aprovimin e ty në jam. Bravo. E ata pse s'kanë full, general? Unë mendoj ku ta qitesh një zadhanë që nuk ka nevoj ata me full. Ku folon edhe, ku folon kanë full ata. Nëse dikuj dënë me rrotullu këtë punë, janë të mashtrunë.
Edhe detyrën e ka pas Zallan si organizatë veteranëve. E vërtet. Kështu që ku ta jep detyrën në mandatin me kryer, më që i kom përfaqësuar ata, unë ju kërkoj falje nëse s'kom mujt sa kanë pas shef ata. E vërtet. Po general, ke thonë që në për intervista që domethënë ka pas shqiptarë që kanë deklaruar kundra teje. Domethënë dëshmia e parë. Fakt shqiptar kundra me. Po një gazetar po. Mu konkretisht po, një gazetar i mashtruar. Se Po deklarata që ma vënë dole edhe babai i tij që po, jo, këtu të më shiro. Ka qenë një gazetar i mashtruar prej pronarit vet, prej varësit vet, prej drejtorit vet, prej zëqëria Shabanit, që po ka qenë Halil Krasniqi, i kesh përdorur, po ma vonë e ndryshoi deklaratën e përgëzoi për ndryshimin. Mirë po ka qenë ai që pa vonë pastaj dulun edhe deklarata e para. Zëqëria Shabani ka qenë ai i cili ka komunikuar drejt për drejt me Hagen a ditë ku i kanë marrë komunikata. Po, çka ka qenë Zëqëria Shabani? Fati i shqiptarëve shumë u kanë imu fati, ma shumë se sa kanë bo punën, fatkeqësisht, orë që ata shënë përgjeshim i kalëzu më si qitë që në dokumentat e mi. Se ata kanë thirë, e janë të vërteta, se ata i kanë marrë për me kompromitu mu. E kush ka qenë Zëqëria Shabani? Unë Zëqëria Shabanit nuk o djallë jam me ditë kush ka qenë, po edhin ti si o kolegë, është një me mjekër djallë gazetar që më ka marrë debate. Po që ma vënë babai i tij nëse s'ka bëj ka dalë. Po,